Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë fjalës së tij në aktivitetin për 35 vjetorin e grevës së përgjithshme të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë, e cilësoi këtë ngjarje si një nga kthesat më të mëdha në historinë e pluralizmit shqiptar. Berisha vlerësoi rolin e sindikatave dhe të grevistëve të udhëhequr nga Gëzim Kalaja, duke theksuar se ata u shndruan në mburojën më të fuqishme të pluralizmit, ndërsa qëndruan si heronj përballë regjimit komunist deri në fitoren e kauzës së tyre. Për të nderuar një ngjarje të madhe në historinë e lirisë së shqiptarëve. Një ngjarje epike, e cila shënoi për Shqipërinë kthesën e madhe. Dhe kjo ngjarje ishte pikërisht greve e përgjithshme sindikatave të Bashkimit Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë. Shqipëria e vitit 90 ishte vendi më i indoktrinuar në Europë. Ishte vendi më i mjeruar në Europë. Vendi ku diktatura vazhdon të vrishten kufi të rit, pasi kishte hequr veprën penale të tradhtisë për largim nga Shqipëria, i ekzekutonte për shkeljet rregullore së kufirit. Berisha e përfundoi fjalën e tij, duke thënë se Bashkimi i Sindikatave ishte lëvizja kombative më jetëgjatë ndoshta në Evropën postkomuniste, por edhe më gjerë.